Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Marko. Dhe unë jam Manjola. Dhe si gjithmonë, mas kamerave kena producentin ton, Elvisi. Sonte për ju dashamirësit ton të dashton, kena një temë që ndoshta të tanë e përdorim në çdo ditë. Është fjalët e urta. Sa me vlerë, sa të vjetra në fakt nuk e di, por kalojnë prej vitit në vit, prej dekadës në dekadës, edhe kisha thënë prej shekullit në shekull. Edhe nuk i hub vlera, ala edhe në ditë e sotme. Në fakt, kishte me ke një kuriozitet fantastik, për me e pa se sa të vjetra janë fjalët e urta popullore shqiptare. Tesh kisha me fillu me ty, Mark, për ja, zdu, dhe shumë me pyqonen, se gjithmonë jeti që flet. Ple nevojse një herë. Se sa vjetra janë. Ja, te nuk e dina te noshta mundena me e pa, në fakt se e kina mundësin rrjeteve sot të internetit për me e pa. Ja, është kuriozitet i bukur, por nuk është urta janë trashëgume më marrëmendja me shekuj. Po atë. Por pavarësisht se më duket jena ba për da fjalët urta treja tesh, se ka në shumë bota edhe do të më shtuda. Por këto fjalë të urta mendoj që kena mësu dikur edhe ne janë trashëgu dikur edhe sot në ditë të sotit kanë vlerë, kanë të njëjtën edhe kanë të njëjtin kuptim. Mundën mi përdorën ditës sotme. Ja, du me marrë une prapë. Do me marrë ti prapë, po më, jo më se dim se më du me ja thonë Markot, një dy fjalë të urta, ma nëjnen merrni një shami edhe lielni kryt. Pse? Do thoni jo. Për sa los dhe gjo. Një dy fjalë të urta thojnë burri është kryti, qafa është gruaja. Flokë të gjata, mend të pakta. Kush e futi shejtanin në shishe? Kam pëlqen. Për shpjegime më të nelta të këtyre fjalëve, do ja japim fjalën Markut. Vazhdo Markut. Për para se me jam i shpjegu, po mi dhani fije se më thanë orientim, sa që thëdi. Unë deri se më thanë për këta fjalë të urta, mendoj që shqiptarët njihen si një si popull shumë i vjetër. Por që nuk i kena shkruar gjana sikur i kanë shkruar grek ose i kanë shkruar romak. Ne kena lanë me gojlan, sepse fjala kur shkruhet e hub tamam vlerën për mendimin tim. Ja, në gjë. Gojlan am fal. Sikur kishte kanë shkruar, kishte kanë njerëz se ndoshta e kishim ditë se kush i ka thënë. Nëse. Le më njëherë se ti më së të më jot. Kurse gojlana që ka jetu brezmas brezit, dhe jeton brezmas brezit është më fort sepse rrin ashtu si është. Pra janë shumë fjalë të urta që ndoshta është një fjalë e urtë, po ka një filozofi mbrand, për shembull ajo fjala që thotë rruga e shkurt të zjarr gjatë. Edhe na tani kena provu, për shembull ka herë jena mundu me i bë disa gjëra më për shkurt, hajde se pa bëjmë më shkurt edhe na ka dalë më gjatë. Pra kjo nuk është një rastësi, po nga që brezmas brezi, njerëzit e kanë kuptuar se ka herë rruga e shkurt të zjarr gjatë, ka me fjalë urtë. Ose si e tha Manjola shprehen që kush e ka futur shejtanin në shishe. Për shembull, nuk është një rastësi se tha një mashkull, një Mark ose një Elvis sa gjë. Do të thonë kjo është brezmas brezi, pse? Se femra është aq e shut, aq inteligjente, aq e mpret, por në njëjtën kohë edhe e djallëzume, saqë e ka marrë djallin prej shishet, do të thonë. Prej jashtë e ka futur mend. Po, prej jashtë e ka futur mend, sa kanë mend një herë. Tesh është femna e djallëzume, a është mashkulli jo aq i mëshëm? Fantastike kjo. Aja është muhabet tjetër, unë kisha më thënë që mashkulli në para se fillu emisioni, kishte thënë fjalë më të artë. Ndoshta mashkulli ja ka dhënë femnës këtë epitet e djallëzume, nga që ndoshta mashkulli nuk ka kënë i mëshëm mjaftueshëm, atë çfarë bë? Unë mendoj që mashkulli i ka me që është i vrasht, është i egër, është harbut, por në fundit mashkulli nuk është i djallëzuar sa është femna. Femna është tërsi ndoshta dan keq më thonë i djallëzuar më njëll. E djallëzume, por në kuptimin e mirë të fjalës është, domethënë femna mund të bëj aq shumë inteligjent sa që mashkulli mund më i bë. Po më himi po. Mos më prej fjalën vetë të më fol. Po më po edhe në lashësinë e vjetër. Për
për shembull ata mbretneshat, Po, edhe Queen si i thonë, po. ata kanë kënë dhe strategjet e luftave, strategjet që kanë shku... Se kanë kënë, jo se kanë kënë djallëzume. Fal. Kanë jo... Mashkullit kanë suksesshëm është gjithmonë një femen që e drejtën. Alo, policia. Sepse kë vazhdo Pra, do të thonë që kjo femna, që i ka me të epiteti që femna është e djallëzume, nuk është, e pse, një pyetje tjetër që ka mojnë, pse shumë meshkuj, i kanë më qef të femnat e djallëzume, se sa këta femnat ma pak djallëzume. Se unë nuk e besoj që meshkujt kanë më shumë që e femnat e djallëzume se të ma djallëzume. Ja, me kuptimin e mirë fjalë, sepse ne nuk besojmë që ka femnat e djallëzume, besojmë që janë femnat të mençuna, por edhe femnat herë kur e futi djallin në shishe për me pështu mashkullin, edhe mashkulli si e din për nerë barabar. Ja, thotë ky se ka kënë aty. Unë kësa fjalë të urt, marrim një fjalë të urt tjetër, sepse kjo danoshta komplet një emision. Po s'ko gjoma, kohën na kollon producenti, boni që të një kohë. Mu për shkakun kjo fjalë tjetër që ja se lidhet po dhe mund ta zgjedhim pak. Ai që dan shan, mos m'pëlqen për shkakun. Ja, kjo fjalë, hiç. Kush dan shan? Po më mërmanja është më tepër kush dan kritikon. Sepse ju femra, se më pratë që kam petë për ju femra kene një diqa që është botnisht, dina ata që na shikojnë po, e kene ju një zakon nuk e thoni, i moni përmenda, i dini po si thoni, okay? Ju femra kene një zakon, e shif një femra, sa bukur dukesh maj, sa bukur flok, sa bukur vedat, sa bukur dhamë, sa bukur lkura, sa ja këtheni një shpinin, hama, se si ishte asë bukur, e kumden. Aha, po me shkuj që bëjnë mashkulli për me a marrë mendë një femnës i thotë sa bukur ji mërzët jesa është e ka primend jesa e ka primend e ka thjesht po na kena një farë piksunimit po ju s'kena si farë piksunimit ju i bani lajka një në tjetër skot me shkuj prej lajka një në tjetër skot po ma mirë kote të paktën si bëjmë gjo pranena është kja shpreja që thotë Gjoana kushan dën. Unë nuk më ndaj që kushan dën, po a që të kritikon, për shumë nana thotë, jam e nana, se veç të me nëse s'duk është bukur, baba, motra, vlaj, buri, gruja. Aty kisha ra dhe vetë pa bu kritikimi edhe me shaja në dy gjonat nëshme. Dakor, po më ndaj, për këtu e ka fjallë urt, këtu e ka fjallën popullit, dhe më ndaj, kush të dën, të kritikon, jo kush të dën të shanë. Po unë nuk jam ma tjetën, që në kanë thonë diku, kur kanë të rritë në rratë e nana, në rratë e baba, kush të ratë dënë. Këtë nuk jam ishën. Në rratë e në i bate kam me shika, me thu për vip, a hamë se më dhe në hajtë se për të puthi, se hajtë se unë du për edhe kam rrah, jam mërë, kush dhe nuk më rrah mu. Ishte dhe ka kena dhe shprehje tjetër, gjithmonë me femnat i kanë pas, vajzave thote edhe vendin kur rrin duhet me rrah. Gjyna. Ishtu kanë thonë, se kanë bashpik vetë. Pse? Edhe në fjalët e popullit, që do mos ata ma tipe kanë kënë për zonat, mëndoj në zonat orale, në zonat malore, në zonat... Jo, ka pas në qytet. Qyteti ka pas, fjallë turta. No, na i kena përdor për shdo ditë, shumica mëndoj që kanë ardhë nga lashësia, pra nga malet. Se atje, edhe legendat, edhe gojlanat, edhe... Një gjo, Mark, në qo se këthej në 100 vjetë mapa, ose 200 vjetë mrapa, a 300 vjetë, një pik atje, një pik tu, se s'ka kënë popularizimi si ashtë sot. Normal. Kështu gjë, në qo se për shamë unë Shkodër këthejna, unë kisha thonë tonë qyteti ka kënë kala. Nuk ka pas si me thonë qytet poshtë kalas. S'kam kënë aty, por po thamë, si historina, njerëzit ka jetu në një rreth. Nëse njerëzit kanë jetu edhe poshtë kalas, se kalaja kanë ma tepër si qener vetëmbrojtje, që qener, si kur me thonë, a kanë po, nuk ka kënë tanë, aja pak të në kalaja, jo, nuk ka kënë e male, por nuk kanë mujt me kënë, që një se sa vetë mundet me zonë kalaja, por si qener, kanë kënë në muret të rëthume qytetet, për me mërojt tanë popullin, apo ja? Kur ka pas pushtime, më ndaj populli ka hinë kala, më mërojt. Kanë fut gra, fmi, ushtarët, borat kanë ba luften, kanë hinë më mërojt në kala, kur kanë ba pushtimet. Por kanë jetu edhe rreth kala, sepse gjithmonë kalat, ba me i vore kur janë kalat, gjithmonë janë ba afer ujit, o afer lumit, o afer liqenit.
sepse uji është i domosdoshëm për me jetu. Sidomos në ata kohëna, a dash me pas ujë që ti tjetër se i keni rrethum. Edhe kalaja e Shkodrës për shembull është, unë kam pa kur më kanë fëmijë, shkoshim atje sipër në kala dhe ishin disa tunele, që sot janë shemra ato tunele, por mundshim me hi prej atij tunelit me dal deri në bun. Po ashtu janë edhe kanik, po në gjallë, janë ashtu janë kanë kanë Po më tunelet. kthite fjalët e urta popullore për shembull, që kanë thënë tha plaka njëra tjetër, është ajo që më pëlqen mua që thotë zgjedhë shokun më të mirë se veten, është shumë fjalë e urtë e bukur. Tjetra është Thuj se me kerrin, tham se kush je. Po, më thuj se me kerrej, diftoj se kush je. Shoku i mirë, trimi i mirë me shok shumë. Këta janë, që me thanë, kanë kuptimin shumë Mos i themelor. shika gunin, po shika i punën. Po, sepse shoku a vlerësu shumë gjithmonë. Sidomos shoku i mirë. Kur rrim me shokun e mirë, detyrimisht që kemë kanë i mirë. Kur rrim me shoqin e mirë, detyrimisht që kemë kanë atë në ambientin që jeton ose me ambientin që rrin, ai kemë kanë atë. Prandaj na gjithmonë kur kena kanë ato rrit, fëmijë, mu më thotë nana baba, aman zgjedhë shokun më të mirë se veti. E unë plasë të gjithë shoqe, se më ndonë se shoqet janë ishin mate të kume. Ja po gja, ata Ti zgjallë gjithmonë më të mirë se veti. Morë rah, me lujt, me topa, me këcy, me ashtu. Kurse këta vajzat ishin më të qeta, ishin më të buta, më të mira. Unë mundosh me gjithmonë shokun më mirë se veti. Po kja shprehja buka kur thehet nuk njitet më. Po, kja është shumë e fuqishme sepse në çdo njeri jetën e përditshme, pavarësisht se pa hime prek në për familje, por edhe në shoqëni për shembull, kur dhe një shok ose një shoqe shumë, edhe ta prish ose ja prish, edhe bëmo pajtu për më të person, sikur Nuk thehesh ma. nuk mundesh më kthy më në ata kondita që i kanë përpara. Ajo shkon për çdo lloj relacioni, ja. se domethënë si të ishte një relacion bashkëshortor, si të jetë familje, shok, kur thehet s'ka Po, e largova pak për familje, sepse aja funksionon për familje, po mos na bëjmë shembuj, si më thanë kështu familjare, Po kur në me familjen që e ke aq afër, atëherë kur me dikën tjetër është edhe më kollaj për më no. Në shprehje tjetër. Po pra se na la të kështu pa vëmendje. Jo, e bukur është për shembull që jam lol ose që është bë peshk. Me kuptimin që kera te lef. Po, ose peshku ndet, filterja në zjerf. Te nusja hane pinë të dhëndri gjozdin. Sepse shumë njerëz për shembull kur doin me kriju një histori ose doin me bëj punë, ja nisin prej bishtit, prej fundit, domethënë peshku ndet, filterja në zjerf, po ti ka për marr peshkun një herë, mandej na mundesh me fërgua, din. Aja e bukur është edhe ja ke rrit si shtogu pika. Kanë pa thonë. Po që thonë që dhelpna kur nuk e mriti rrushin, tha ashtë i pa pjekon. Kështu më e ka shumë herë që kur nuk e arrin diçka, atëherë thu s'kam dasht vetë. Kjo është realitet, se për shembull Marku kur ka shku aty në vajzave, do i thon ka i fjalë të mirë, edhe si ja kanë varë, ka thënë ama unë se desha për vetë atë se e kisha kapur du. Ja, unë në fakt e exagjerova se s'kam shku më me vajza, ne me djem gjithmonë. Ashe? Me vajza kam nësi jam rrit më ne mrapa. Kur i bë djali mall. Po. Por me të vërtetë që shoqënia dikur për ne, edhe sot, po dikur për ne ja kanë shumë me vlerë, sepse dje me vajza kena kanë tonë me thënë, si vllazën e motra, shpeshherë, si në mahall, si në për lagje, si në për shkolla, si në sport, gjithmonë nuk e kena da njëri tjetrin. Aja është e bukur, sepse nuk e di në fakt është fjalë e urtë apo jo, po shoqënia është familja e zgjellun vetë, sepse nuk të bën kush me zori, as me zon një shok, as me zon një shoqe, por ka i herë e ke shoqënin shumë më të afërt se njërin tanë që ja gjakon. Ndoshta një që e ke me gjak se ke kurr aty për ty, edhe një që është thjesht shoqëni pa gjak pa asnjë, e ke gjithmonë aty. Kështu që shoqënia vlen sa një thesar, është edhe një shprehje tjetër. Një mik i mirë është
Sa është edhe puna, se po flasim për shoshnin, po shoshnia, si thoj, nuk është vetëm, familja nuk është vetëm me gjak. Po. Shoshnia është familja që na e zgjallin vetë, sepse në atë familje që kena lind, aja është nuk mund t'i bëjmë ndryshe. Kurse shoshnia është aja familja që na e zgjallin vetë me dëshirën tonë. Edhe, si të di, ka herë shoshnia të bëhet shumë më afër se sa ndoshta disa njerëz kushri ose disa njerëz tjerë të familjes. Na që jena kaq larg, ndoshta njoç kena, na kena veç shoshnin. Njoç po ke njerëz në fakt se s'mundën në këtë moment po mendonsha vedin, edhe shqyr Zotit kena edhe familje, kam edhe familje, por ke sa dush njerëz që janë në emigrim edhe s'kan kërkën tjetër, por janë të rrethun vetëm me shoqnin. Edhe a shoqnia që të mon gjallë, me kuptimin e mirë të fjalës, që me një fjalë të mirë me një gjë, kështu që sepse jeta nuk ka lënë vetëm, nuk mundesh edhe me kjo si familjen, me dashtë. Gjithkush ka vendin e vet, ka nevojë për është për një të kanë thënë që kanë ditë që kanë thënë që gjeje shokun më të mirë se vedin. Për një të Marko më ka gjetë shoqë mu. Po, unë kam falin që të kam shoqë ty, që të kam shoqë jo këtu në vetëm një episod, po të kam shoqë të 30 vjet një fena këtu në Amerikë. Do të bëjmë një episod shumë të veçantë vetëm për si njihen Manjola. Podcasti nuk na ka shtu shoshnin. Absolutisht. Sepse shoshnia jone ka arrit maksimumin tonë. S'diskutohet. Por mendoj që podcasti na ka bërë diçka tjetër që na ka liru i fije më shumë, ndoshta me komuniku me njerëzit. Na e njohim njëri tjetrin, unë ti e Gjoana Alvisi. Po, na nuk jena, na të katër këtu jena këtu për me njoh njëri tjetrin, sepse na e njohim, na jena këtu për me dhënë. As me njoft, as me fol për njëri tjetrin, na flasim çdo gjë që jetojmë. Kjo ka një arsye që Elvisi më duket me çka kam kuptuar. Po. Me çka më ka shpjeguar Elvisi, ishte arsyeja pse na zgjollin ne. Jo se na ishim njerëz të këtij rangot gazetares apo profesionalista. Jo se na ishim njerëz me shkollë të lartë, mafusha televizive. Fal. Po ta kryj. Po mirë se mos. Jo se Manjola është aq e bukur ose Gjoana është aq e bukur, edhe pa don me thyë ekranit njerëzit. Por Elvisi e zgjodhi këtë gjë vetëm për vetëm se të pas parasysh se na njohim njëri tjetrin për kaq shumë kohë. E kena ndërtuar shoqërinë tonë, edhe mendojmë ta marrim shoqërinë tonë, edhe mas ti podcasti, se ky podcast mund të mos më keni përjetshëm. Po, tësh i përjeqem sa t'jena nëse. Elvisi vendosi, si ty pas parasysh se mje edhe mu, se sa i amel jam, sa i jam, sa i unë vene i lule, midis dy luleve. Manjola e Gjoanën Markut edhe kërë. Ka e filin midis dy dranofile anësh, sepse mas me ken lezeti këti vendit Marko, nas kishim vot drit këto. Por, ashtë se kena fillu me blackface, të komplementu një tjetrin. Ti janë rregull me jo, ti një herë mundohesh me vlefdu, bandë me këse më vlefdan, 10 herë më shanë, e mbjen, e më shilën. A thome i tesh fjallin a që dënë të shanë. Taman. Unë e kam prej të shmijet për djallë. Unë të shpëfilin me të ra. Kush të rodën, ishte shprejhja tjetër. Vene di këto me alqi, Qa kanë mërë, e kanë roj, po kja shprejhja pranvera me një lullës vjen, se jena dhe në pranverë. Ajo ka që i lullet jo. Nena ka i këton pranvera, për kush është në Michigan e din, jena të dole dhe javë në qeshor, ala na duhet ka i gjaket krave. Po kam një që edhe në Shkodër. S'po mi kema që keq pra. Si mjetë ka ken edhe në Shkodër, nuk ka ken pranvera njësaj. Ka pas ditë ftofta, ka pas shumë ditë me shi, nuk ka ken aja pranvera tipike shqiptare, që në Europë është shumë pranvera ma bukur e ma dzejtë se këto. Si mjetë për zotën s'kena pas, one me thonë drejten, lullet i kam blej para një 3-4 ditëve, sepse s'kishe arsye me blej lule, sepse ulte temperatura deri në 0, deri para një javët, ka shku deri në 0, natën, jo ditën, po natën, dhe me të thonë drejten, s'kon pas fajtesh në i lule del, po me i lule pranvera zjen. Ja.
Ashtu një shprehje tjetër, një fjalë e urtë, që më mërë me janë në braket në emigrantave më shumë se kërkuj, që thotë rrugët e botës ti lëvdoshin, po kur mos i provosh. E me të thonë detin e shpirtit, për mendimin tem, kjo ka shumë domethënie, sepse na me miliona shqiptarë i kanë provu rrugët e botës, si në Evropë, në Amerikë, në Australi, apo në Kanada, janë të bukura, të mira, po s'janë rrugë tona, edhe me të thonë drejtën, sa do që jeton në emigracion. Sa ma shumë që kalon vitet, aq ma shumë e kupton se atje ku është raja, është prej mend ma amet, ma bukur, ma dashtën, sepse rrugët e botës mundën me kënë të lame me arë, mundën me kënë të shtrume me ura, nalta, tulta, me rrugë me asfalt, por janë rrugë të ftofta, nuk janë rrugë të ngrohta, si janë rrugë të vendit tonë. Unë si gjithmonë bi kundërshtim me Markun, nuk është hera parë, me të thonë drejten, aja në një përgjithësi, është shumë e saktë ajo që thu, por me të thonë drejten, unë si person, nihem në shtëpi këtu ku jam. Amerika ose kudo që jem, po unë mundem me folë për Amerikën, s'mundem me thonë që Italia është shteti jem, shtëpia jeme, por në Amerikë, me qenë se kena ka shumë vite, unë nihem në shtëpi teme, edhe si me thonë, kur shkoj me pushimin në një vend, thojmë, me zish po pres me shku në shtëpi. Edhe kur thu fjallën shtëpi, menja të shkon në Amerikë. Për ne, po flas për ne, për mu, për mu, nështë aty kur thu shtëpi, mendon shtëpi në Shqipni. Ja, unë kur tham shtëpi. Falë, dhe ishte me këtë që theti, më kujtu kja shpreja tjetër që guri ranë peshën vend vetë. Po. Kur tham shtëpi, unë e kam parasysh në mënyrë figurative shtëpinë me lloma ku flen, Kur tham shtëpi, është ja shtëpia ma madhe se shtëpia ku njëri jeton. Është ja shtëpia ku ke kujtimet, shtëpia ku ke le, shtëpia ku i rrit, ambienti, gjuha, drita, natyra, lumi, fusha. Për mendimin tim, aja është shtëpia. Ajo është shtëpia, ma po, a gjenti vetë të shmu këthy, për shamo mas ka shumë vitesh, që keme punu ti, ose ku, ti s'ki as një punë s'mund është me gjithë në... Tonë lillin. A shumë këllaj me thanë po aprovu. Dakord, ka shumë gjana negative. Ka shumë probleme. Por me kriju një familje, ose me majt një familje, tësh nuk mund është me thonë që po kthehem, sepse jam... Nuk jam të lidhë nga ana financiare me vajzë. Po jeta mo... Po mirë, dakord, nga ana financiare ka shumë mungesa. Kurse shtëpia, për mu, shtëpia njeriut është aty ku a familja. Kudo që ja familja, aty është shtëpia jeme, aty është ai vendi ngrohtë për mu. Sepse sot, edhe me shkuna aty ku kina linë në rritë në Shkodër, nuk është e njëjta njësi ma. Edhe për ata që jetojnë aty, nuk kanë të njëjta njësi ma. Dakord. Ne kina mallin, na kina nostalgjin. Unë përkthejmë edhe herë fjalë urë që thash, që thojnë për rrugë të botës. Po. Rrugë të botës, ti si thirë dhe edhe herë. Kosh. Rrugë të botës, ti pëlqeshin, po kur mos i provosh. Ti lëvdoshin, po kur mos i provosh. Këtë është me thonë në parë, prandaj na thash që sa do që jeton në emigracion, të duket se a vendi jot, po kur vendi jot nuk bëhen. Po sot për sot ka herë, për shembull, si thonë që nihesh i huj ka herë edhe në vend huj, po edhe kur shkon në vend tënd një prep i huj, domethënë një midis tyne të dyja botëve. As nuk i përket asaj, as nuk i përket këtu. Sepse edhe në Shqipni kur shkojmë, nuk na çojnë më shqiptar. Nuk na më venas, venalisës, kisi moniti venali, kur ti ke ma shumë vite në Amerikë se ke pa kranësi, ka se si më gjykon tjetër, se si me njef tjetër, se s'far epitetin bjen tjetëri, njëri o duhet me gjetë e me njohë vetë-veten, kudo që t'jenë, me ani vetë-veten, ashtu si dhe nej, jasë e dën tjetëri. Nuk është vendi vetëm toka. Okay? Vendi janë edhe njerëzit. Njerëzit kanë në shu kudo, jo vetëm Shqipni, kanë në shu kudo. Sot, ti e ki kollaj ndoshta me thanë po kthehem në Shqipni. Pse? Sepse ti nuk je në marrëdhënie punet në Shqipni. Ti nuk je provu ndoshta për të zot më bëj smur në Shqipni, me provu një spital në Shqipni. Me të ra zjarmi në shtëpi në Shqipni kur të vjen zjarr fiksja. Do të thonë nuk i përballti me gjëra të ndryshme,
që me thanë, jo mërë, isha mirë atë ku isha. Kështu që ja shumë kollaj për dashni e kena tanë, sa është vendi ku kena lej, kena kujtimet ma të bukra në atë vend, por me thanë që Shqipnia atje isha kthy, se aty jam ma mirë, atë zbida për... Me thanë isha kthy, më kthy. Për shpirt isha kthy. Që se kishe pas problem më kthy. Jo, se kisha pas problem më kthy. Unë personalisht se kisha pas heq problem më kthy, sepse kam kas shumë vite në emigracion, e di të mirat, të këqijat, e kam pi... Po ke harru se që janë të mirat e të këqijat atëherë, pse do në gjithë kush... Ashtë ma mirat të mirat e të këqijat në vendan, se të mirat e pse vazhdoj njerëzit me ikë për Shqipnia? Në qofë se ashtë... Sepse sot e kanë mundësin me najnë vend vetë. Pse ikën për Shqipnia është muhabet e gjatë, a muhabet tjetër, se të shti në gëna me dalë prej... Po ti thu që unë se kisha pas problem për me ikë në Shqipni, edhe ata pse kanë ashtë problem me jetu në Shqipni, pse dojnë me ikë për Shqipnia? Edhe herë. Gjose është ashtë mirë, vendi vetë. Unë jam të folë nga ana emocionale. Po emocionale nina tonë ashtu, se kur shkojmë atje është. Po Mark, po mos nuk jam të folë nga ana e këtij realiteti. Ke edhe shumë njerëz që na lanë kur i thojmë në këtë fjalë, mandej çojnë ata. Nëse keni kaq mall e jeni kaq atdhetar, ktheuni. Pra, duhet me kenë realist. Unë e du Shqipërinë edhe na mungon Shqipnia, por unë rrej nëse them kthehem në Shqipni. Po, unë shkoj ta vizitoj dhe kam shumë qef, por unë nihem kur mendoj shtëpinë, nihem në Amerikë. Është njësoj si mi pas thonë aty në rinlindësve që kanë shkru për Shqipnin, gjithfar vjershash, patriotike, edhe kanë shkru për atë dheun, mi thonë që kthejnjo, me që e dashkën e atë dheun. Aja nuk është përgjigje, se... Në rrallë e kena thonë sa herë që s'kila si më kthy një vend ku për ditë njerëzit mendojnë se si ka mendjen e vet, edhe vepron si don vet, njerëzit kanë dëshirat e veta. Po Mark, po na gjykojnë mandena, sepse jo, po ti e din se sa mesazhe ka me shkruana, thonë hama ti atdhetarja apo ti atdhetarja. Edhe ngatrojmë që na kur flasim me dashni, nuk flasim se po kthejna. Por atë që po thojmë në Gjoana është që e dona. Aja nostalgjia, aja dashnia nuk na hekosh. Ajo met aty. Por unë rrej në qoftë se thona që jema hajde se jena tu kthy. Unë u mundoha me e shpërba pak atë fjalën e urt, që rrugë të boz ti levdoshin e kur mos i provoshin. Po ne kemi provu. Por ne kena provu, edhe unë uroj që se kam thënë përpara, kjo plaga e male që ka Shqipnia të sa vite, që rjall hemoragji, që rjall gjak edhe s'padin më onal, rinia që pa ikë në emigracion për dit, me miliona njerëz, të vinë dita që të nalet pak, sepse na kena me maru si kom. Ka më ba ma shumë njerëz të huj që kanë me jetu në Shqipni, se sa shqiptarë, në këtë fluks që njerëzit pa ikën për dit. Unë fakti kisha dhanë vetëm një gjë, ato që punojnë në mjekësi, është krim që i shofin njerëzit si vlerë monetare. Sepse na, që jena këtu në Amerikë, gjithkund ka abuzime në mënyra të ndryshme, por mas me të kapë shkon në urgjensë, edhe nuk ta hap derën roja spitalit, pa i zerë paret, mu personalisht më ka nollaja që urdhzu mami kur ishim atje, edhe ishte tu i rrjall gjaku, edhe shku me te spitali. Edhe ishim me taksi. Edhe i thomone, hape derën, thot taksia paret. Paret për çfarë i thosho? Mi dhon tha, roja sa me të hap derën. Je në urgjensë, nuk të hap roja derën, pa i dhanë, sa donë mos edhe kisha hupa dhe idejnë e lekut, edhe nejse u dhanë e lekt e para. Jo, do e thamë sepse... Do bëjmë një temë tjetër do ta përfundoj shumë shpejt, por hina mren, ke doktorin të picingore, te pigjerja, hama që ku kisht ratin, shka hypa tje, hello. Tesh këta gjana, në qoftë se këto gjana rregullohet, mjekësia numër 1, që na kapet ma lirë me myt. Po, a na kapet ma lirë me myt apo me pështu. Ajo është krem. Për njëti thash Marko që shumë kohë me thanë më kthy kur nuk je
në ata marrëdhëniet ose të punës ose të kanol një diçka që ta man me pa se Po sa njerëz kena, sa shqiptar kena që kanë ik me pushime në Shqipëni, janë smur dhe dashmi për urgjent në Amerikë, këtu dhe më thënë na njohim këta të Amerikës, kanë arë urgjent me shku në spital edhe kanë pështu edhe atje kanë thonë të po desë dhe 24 orë. Kështu që këta gjona duhen për më rrugullu. Njëherë të fjalët e urta dhe ta mbyllim me këto fjalët e Se ka shumë urta. probleme në Shqipënia, mjekësi, në edukim, në Jo, për rreth, një në mjekësinë tjetër. është jeta e njerit edhe nuk bëhen lojna. Por mos t'i vulgarizojmë në atë pikë. Jo, absolutisht, këto janë realitet, këto që fjalë Ka janë edhe mjek 100% mirë, realitet. ka edhe doktorat mirë, ka edhe policë mirë, Po ka edhe politikanë mirë. Po ka mos Por thosh asnjëherë, fatkeqësisht, por mjekësia është zero. ka shumë njerëz, ka. Sepse un kam pa dhe njerëz që i kanë fut në për salla operacionit edhe i kanë thonë ta kena bë këtë operacion edhe kanë dalë si kanë hi, një ashtu kanë dalë. Domethënë këta janë abuzime me qenie njerëzore që është mëkat. Edhe është gjëna. Me të udhim të shpirti, edhe pse nuk janë njerëz të mit, është prap kur e mendon që tallesh me jetën e një njerit, është krem. E një shprehje edhe tjetër që po e mbyllim që më kujtu është Na bani të bukur që ta zbuzim nuk fije. është pak si po, me zbuti fije. Thojnë qoftë na për Shkodrës i thojmë qoftë se don për me nam me mallkudikën, thuj të hyj inshallah të hin vedin qef. Dhe me thonë qoftë se don me nam një njeri, thuj inshallah të hin vedin qef. Kjo është nama dhe mallkimi më i madh që mund të më dha një njeriu. Ninja është edhe një tjetër Sepse sot kanë fillu shumë ne shqiptarve, po. që e din atan se si për çfarë jetet kena ardh, ka shumë që i ka hi vedja në qef. Tash dhe më thonë është tem tjetër edhe aja, është gjyna në fakt se mendojnë vedi hyr shumë nelt, dhe po bjerë me kam tokë më njëri s'mundem me thonë se mysin kur rrije për sëris të njëjtat fjalë, por realiteti është rri me kam tokë. Unë edhe herë me përshëndet ta ju që na ndjekni, na bani like, na bani komente, ju lutem shumë, shkoni edhe në YouTube, na bani subscribe, edhe na bani share sa më shumë sepse na pa ju nuk munda me ekzistu. Edhe një diçka tjetër, që na tonë dina, ju a keni shkruar sa herë, po pa thamë edhe këto atë që keni dashur me thanë. Unë di se ju më ndjekni Odin Podcast prej mejet, me kështu që edhe Joana Manjola përfitojnë fije prej mejet, por edhe herë ju lutem shumë sa më shumë subscribe në YouTube. Faleminderit shumë për jush dhe miro pashim në episodin tjetër. Jo vetëm në YouTube, gjithashtu në Facebook, TikTok edhe në Instagram. Unë e di që Marku në marri me të mirë i thoj, Mark për ty të shofin, për s'ka gjë. E di... Marku t'i lajmë vetëm YouTube-in. Marku ngeni me YouTube-in. Por, faleminderit prej të tanëve për të tana komentet, edhe kur jena me nerva dhe pa nerva, kur jena të amël edhe të pa të amël, na jena të kjo tavolin, vetëm dashni do una për me fal, nuk jena kur i mbyllim edhe kur kamerat fiken, jena prap të njëjtit njerëz. Kështu që ju urojmë një ditë dark të mirë, miru pafshim tek emisioni tjetër prej mejet Manjols. Markut, Joana, edhe Elvisit, ju urojmë gjithë mirat. Mirupafshim. Mirupafshim.